Përshëndetje miq, sot e kam filluar ditën pak ndryshe nga ditët e tjera. Thash do t'i vëj detyrë vetes të kujdesem pak për shëndetin tim. Me që për festat jo baklava, jo për shesh, jo mish, thash të tresim pak yndyra tani. Këtu kemi gjithsej 3 limona, i heqim lëkurën e limonave, i përdorim për çajra, unë i thaj, i bluaj dhe i përdor dhe për receta të ndryshme. I heqim dhe këtë pjesën e bardhë dhe i kemi gati për t'i futur në estratore. Për këtë recetë gjithsej përdora 2 kastravesa, 3 kokra limon dhe gati 1 kilogram selino. E bleva dje selinon, mbasi i kemi lar, e fusim në estratore me gjithë gjethe dhe kërcel. Me gjithmonë që i ja vlen për një javë thash do pi këtë lëngu që do e përgatis. Këtu sot e përgatita për 2-3 ditë dhe e kam gati. E fus në frigorifer, në darkë para se të flej gjumë, e hedh në një godë që t'jetë në temperaturë ambienti dhe e pi në mëngjes esull. Është shumë i mirë për shëndetin. Tash ta provojmë mirë kështu, të shikojmë tani rezultatin. Thonë që bën mirë shumë, edhe unë pa për ti ndje kam blerë selino me shumicë, kështu që kur të mbaroj do ta përsëris prap këtë recetë. Hedhim edhe limone, si që shikon është shumë e thjesht, punën e bën të gjithë kjo makineria këtu, estraktore, e bleva me ofertë tek €1 dhe thash pa për ti sot direkt në mëngjes, kur u çova, e kam përgatitur pa për ti fare. Megjithmonë që kur e piva më shijoj. Nuk është se ka në ishi kush e di, por e ndjen domethënë që trupi e ka të nevojshme, si thoni ju, ja vlen apo jo, shikon ngjyrën si ka. Ju përshëndes dhe ju uroj shëndet edhe gjithë të mirat. Ciao ciao.